Zare të rëndafile që na e bone me hile më zare sa e bukure që na e bone me hile më zare sa e bukure Zare dil ke shpia Zare dil ke shpia Po të pret shoqënia moj zare sa e bukure Po të pret shoqënia moj zare sa e bukure Zare dil te mali Zare dil ke mali Po të pret jarani moj zare sa e bukure Po të pret jarani moj zare sa e bukure Sa e bukur është kjo zorja, shumë e kanë kënu këtë zorën. Unë po mendoj se Dita është pak ma e bukur se Zorja. E prej këngëve që unë I du shumë e pas këtë këthy në një verzion tjetër. A dini kush është në studio apo nuk e dini? Kush e din? Gjemil Gjini, miku jon I dashtun ka ardhë me diçka tre. Përshëndetje, mirë se erdhe Gjemil. Minus sa kilogrami e sot në studio? Po, minus 20 e diçka. Po luj që ti po. Veç po rinohesh, veç ta dish, veç po rinohesh bashkë me Artan Elshanin. Përshëndetje, mirë se erdhe, knatësimi u pas në studio. Qa ka treja, Gjemil Gjini, qa ka treja, se sot e premte fest, muzik live, po ka edhe lajme të mira. Treja, kom bo një projekt që pequjnë, 4 kongë, I përpunova 4 kongë me Artoni, producentin në studio, 4 kongë të bukra Shqipe, I kemi sjell pak në të frymën, pak latin, pak ashtu, ati kishe nga përdi me sen, edhe vera. Kemi punu pak me gjelozi që thënë, ashtu gjelozi të mirë. Treja tjera po punojmë, po pregaditëm me I marë në qafë njerëst, me martu me dhe mek. Që si sene? Mos është tim janë u lodhe atë dasma që je. Letë menoj mirë. Ka diçka të mirë, Se zbardhen e tjera. Zbardhen, po. Zbardhen edhe mrena në kry edhe jashtë me flokë. Deshta me të falenderu shumë ty, Për? stafit, që gjithmonë na keni hapë derën, neve krijuesve, që po mundon me bu diçka të bukur, falenderit shumë. Gjemil me ditë ata që po na ndëgjojnë sa njeri mirë je dhe me bujt marrin, besoj. Me knatësi. Veç këti ishte edhe pak të instrumente. A shkojmë? Po shkojmë. Gati. Këto janë projektet e reja t'juja, do më thonë çka po ndëgjojmë. Cilat tash I kemi përpunu, tash e ka rodhen Fustani. Okej, unë s'po ju ndali ma, kështu që veç po vallëzoj me ju. Faleminderit Thank you. Që tha sola mbrëmë Ase vesh moj për hatrin tim Fustanin që tha sola mbrëmë Ase vesh moj për hatrin tim Ase vesh moj për hatrin tim Se jam I tur moje tim Ase vesh moj për hatrin tim Se jam rritur moje tim Fustani no me lule shumë Ase vesh moj për hatrin tim Fustani no me lule
shumë. Tash po me këni këngë të ndjerit Luan Hajra. Është një këngë që njerëz të fort nuk e kanë dëgju. Është e viteve 70-ta, na ka qu Dudia letër. A tregon edhe qa ka shkruar në letër? Po. Hajde. Thuja roni të botë se so, let vjenë me seren. Thuja roni të botë se so, let vjenë me seren. Me seren me hor, pasha vedino. Me seren me hor, pasha vedino. Letja shojnë shoqeto mari fedino. Letja shojnë shoqeto mari fedino. Na ka qu Dudia letër, hajde në Gjakov. Thuja roni të botë se so, let vjenë me motor. Thuja roni të botë se so, let vjenë me motor. Me motor me hor, pasha vedino. Me motor me hor, pasha vedino. Letja shojnë shoqeto mari fedino. Letja shojnë shoqeto mari fedino. Dudia letër, hajde në Mitrovic. Na ka qu Dudia letër, hajde në Mitrovic. Thuja roni të botë se so, let vjenë vele spic. Thuja roni të botë se so, let vjenë vele spic. Vele spic me hor, pasha vedino. Vele spic me hor, pasha vedino. Letja shojnë shoqeto mari fedino. Letja shojnë shoqeto mari fedino. Ata në këshim kënu Gjamadoni këtë si gjokë. A bon? Come on, maestro. Gjamadonin, kur si gjakut, Gjamadonin, kur si gjakut, ta qëndisa, prej Marakut, ta qëndisa, prej Marakut. Fije, fije, me gajtan, fije, fije, me gajtan, ojna, ojna, për se vëdane, ojna, ojna, për se vëdane. Dil në derë të qikoj pak, ta qëndisa për mërak, sa ta shosi të rrim shtat, hajde vajzë të rrim pak, hajde vajzo të rrim pak, hajde vajzo të rrim pak. Bejn me kokra, mbush me arën, mbush me arën, bejn me kokra, mbush me arën, për atë vajzo, cili qare, për atë vajzo, cili qare. Dil në det të qikoj pak, ta qëndisa për mëra, sa ta shosi të rrin shtat,
si quhet stili Gjemiliana, a kena ndonjë ide që shpjalloj me? Percussion. Çfarë stili është një me? Diçka kombo cha-cha, diçka kombinime definitivisht se fryma shqipe përzine pak me her me salsa, her me ras për dia s'veç jam të bu. Me rëndësi po t'ingllon mirë, Me ha? përpunu kong shqip është pak problem, nuk o letë, definitivisht. Për shembull që kjo konga prej ritmit 7-8 del 4 çka na del ke përpara. Veç kjo ideja e rikthimit kongëve të vjetra shumë e mirë se unë nuk di a ka bo ndonjëherë industria kongë ma të bukura se këto të viteve 70-80 që ende dhe janë të bukura në cilin do verzion që del edhe i këndon për pas një zhanrit që s'del kërqysh. Kanë bove. Kongë të bukura definitivisht përpara ka pas ma të bukura, me thonë se orkestra ka pas, Japan kanë mungu. Po, kanë mungu. Edhe orkestra ka pas të bukura të lloj-lloj qyteteve, Gjakova, Prizren e tjera. Kanë bo muzikë thjesht që e përmenda me xhelozi, që më pas ka tek që kjo. E pas kanë bo me qef. Po kështu bukur po t'ingllon me të kallë. Me shumë xhelozi. I kanë punu mirë kongë, definitivisht se tash veç ai ki 1.000 euro, 1.500 e bën një kongë. Do japonca ishtin punë aty. Këtu të prita. Gjemil, a jemi të shku tu përmirësu? Qa po ta mërmendja? Se mu po mdo këtë që së fundmi pak si kemi nis me dasht ma shumë këtë muzikë. Po ta shu jeni direkt me audiencën kur shkoni në për eventa. Duket edhe kolegët e tu që po shkojnë ma shumë të u kthy ka muzika e mirë fillt? Apo në të porze jemi ende? Jemi herë në të porze edhe herë pak të naltë. Okej. Ma shumë mi të shku poshtë një farë komercializëm, se edhe këtë komercializmin e kena keq kuptu, po shkojmë një farë komercializëm veç diçka shpejt, diçka ashtu, një tekst, 2 strofa dhe ditën e mirë. E tash me dash... Edhe më falë që për të ndërprej, shumë me rëndësi mu po. Ma shumë mu po, konga se mu dëgju. Do më thonë të shakunën e... Po thuna në radio si na të pas qa me lëshua. Radio pa pamje na kanë marrë në qafë. Ju i zgjedhni valla. I zgjedhim edhe mirë. Gjemil, ata që po na ndëgjojnë, kanë qef me qenë të ju në mramjeve, eventeve, ku jeni kryesisht, për shembull këtë javën e ardhshme? Ku e gjejnë? Gjemili pak është ma pasiv me lokale tash, nuk jem të punu shumë në lokale. E pse? Rall, thjesht nuk pe gjejnë na herë vete, nuk di. Okay. Kom një farë pauze. Po do më thonë s'po t'le gruja. Gruja? Pse ma përmenda? Ullu njës, po t'a baj gajlen. Jo, shqyra si të loshe, nuk jena e shkreta, jo. Gjemil, pra nuk je kryesisht të bareve të bo muzikë? Tash një herë jo. Dhe më thonë, jemi të punu diçka për verë, po një zhondër pak më ndryshe. Mire, me do është ndasma, mi uftu ta e zona ku ndrohet prej popullores? Që ato deshta me thonë, kemi na grupin që funksionojmë darsma, tash e shumë vite. Okej. Punë mirë, që të tash i marim qaf njerës. Qështë e marim kontaktin e juj? Jemi Besmir Shishko, bendi, Beska band e njojnë. A dini sot mirë, keni qenë të hapja sezonës Fibullës, o zoti madh. Faleminderit. Besmiri, ju e gjithë ekipa fantastik, shumë të mirë. E qaj grup jena. Do me thonë qaj e pako, a? Po, qaj e pako, funksionojmë, do me thonë, koncerte, tash për shembull me 11 korike, kemi një koncert në Prizren, dim me bu edhe muzik rock, metal, po dhe, e kësiri është ky rock festivali që të madhë në Prizren, aty jemi grupi komplet. A ka perkusionist, apo? A thuhet qështu? Me perkusiona, ka... Instrument me të goditën, po? Instrument me të goditën. Me shpulla. Jo, që pak si e rondë. A ka të tjerë Kosova i në Vit Gjemilgjini? Tarabuka Gjiko, me Tarabuka, dhe më thonë. Qështu si ti s'ka, dhe më thonë, i vetë minjeri në Kosovë. Shumë libra, shumë sene, kom shkep, jo munu, bre. E di se ke qenë të bendi Limanit, edhe kur e pash koncertit, thash, a ka të tjera, apo vetëm një njeri e ka Kosova dhe... Kom qilu edhe maj fort. A din që duhet me të këshyrë si sy të balit. Qa po bosh ti perkusionist, trak dora. E që s'po bosh, mo. Ja, s'bosh, are. Për fat keq nuk ka. Pse? Kanë menu që hajtë se thjesht atë, kanë fillu, i kanë shit me një instrumentet. Po, nuk kanë mujt me... Thjesht nuk
E në Shqipnia ka? Shqipni po, i kam 2 shok tash, janë shumë të mirë, me ata planifikojmë diçka me bashkëpunu, po ka. Se tregu atje është më ndryshe, funksionon më ndryshe, me bende funksionojnë, të në atje edhin, një sent edhe u kry. Atje funksionojnë më ndryshe me bende, televizionet, mu i me thonë se cili televizion ka një bend. E qësh është me qenë i vetëmi njeri në Kosovë me perkusione? Më kish lone dhe mu për shtypje me qenë e vetëmja moderatore, folse. Kur gjë me në malë binë flokët të zbardësh. Interesant. Dopsoash. Që se ka t'interesum, se dikush ka shkru, tha, ta është ndroj fokusi, prej muzikës, qysh i hupe këto kilogram të dieta, po ta kërkojnë dietën. Thjesht tentova me dieta, me gjona, nuk bëjke, karakteri 0, më dilke një tepsi me pite për para, ambëlsinat, edhe vendosa me shku me zvoglu luksin. Ndryshe jo. A i kanë zvoglu shumë? I thash ati, ako mund si krejt me shduk, tha jo, s'kom qare patalonin 150 ml. E si duket pak e kom zgjanu. Po, tu i bo presjen me ushqim. Po qash që 2 jetë e gjysë bol. Mire, a kemi edhe diçka tjetër muzika jo? Munëmin edhe një kong nështë. Hajde edhe një përmbyllje, ndërkohë unë po ju përqafoj dhe po i kthejna dëgjuzve me do tema tjera. Gjemile kemi pas dje një temë shumë të mirë. Ka qenë tema, qka ke bo një herë që nuk mundesh me bo prapë? Dje ka qenë tema? Po. Po, se unë jam, ti e din që unë e shumë jo dëgjeve në stop. Po, thërë në herë. Edhe në YouTube i kemi së të kom provu, definitivisht shumë herë kom provu, po thirë në telefon, s'ka gjosa. Logarit e që i na pite. Po, aty e shemë në komentoj në herë. Po, e shemë. Se s'muj me marë lidhen dhe komentoj. Qka kom bo një herë që mos muj me bo? Shumë përgjigje i kom pas aty, po i kanë dhonë njerëst. Mos më shtimi pytë qa po mendoni se kish me thonë Gjemil Gjini. Jem ko një trash, jem dopsu, nuk du më trash ma. A nuk donë? Jo, zgudzën, s'mundesh. Kush zgudzën? Pra ndaj është pytja, nuk mundesh me bo prapë. Ishala nuk me bo se po më dhajmë lukëthi, s'moj. Që tu përdojnë rejtë. Jo, nuk, a din që haj, po shkojmë edhe me një kongë. Në është ta këfilësh. Tërkomi, kujto përgjigje. Apo shkojmë me pogonishtën, apo shkojmë me cilën? Artani për ndryshë është një pianist i mrekullueshëm, bashkëpunojmë. Ky është ai fajtori që ka ndalë këngët e bukura, po mendoj unë. Unë nuk kënaqa për veti, besoj që edhe njerëzit e pëlqen. Apo Artan? Fol Artan? Hajde pogonisht. Sa her në gëzime mblidhen njerëzia kur festojnë, pogonishte vallën preferojnë. Hidhe vallën më nga dalë, syze zat, por sinjale, kur vazon çuditet një mahale. Hidhe hudhe shami në me lezet, si një zane bukur po më vjet. E bukur është valja, kur kërcen zorkallja. Hidhe hudhe shami në me lezet, si një zane bukur po më vjet. E bukur është valja, kërcen zorkallja. Vale bukur dorë. Mrekulli. Sa të mirë, çfarë muzike me shku.
në një bar që është shumë i bukur, jo shumë dritë, a bën një verë të bardhë edhe muzika juaj që atë dikon që është. Çfarë jete? Me shpresë pas shtatorit, kom plan që është diçka në repertuar të bukur më vo, edhe në këtë formë me funksionu. Shumë kisha dorë që shtu më. Jemi 4 minimum, me gitare, të lutna nëse më lejon, mi përmend bashkëpunëtorët, a ka mundësi? Po mëre? Mas pari, Ministrinë e Bukur, me këtë kulturës, rinisë dhe sportit që më ka përkra. Po e ki po, në kësi projekte sene e bukur është, me njerë. Besnik Boba është një klarinetist, është Avni Krasniqi, trumpetist, trombonist, trombonist, trajta trompetist. Maestro Agrompeni, gjithë të thëmë, lumë na që e kemi ato. Artoni dhe... Jo, se tra ritmi zonit e Artoni, jo, maje. Po këta kom jaran? Ja, Artoni. Artoni! Bravo! Artan Elshani! Edhe janë 2 djalosha, cilëtëm kanë bo gjirimin pa përtes, pa kur gjo. Edhe në projekte tjera, o zot. Në kongë tjera, janë triple shot. Triple shot. Falemderit shumë që më lejove mi falemderu. A keni edhe videoklipet të këtyne kongëve? Po, me një lokal i kom bo videoklipet. A janë në YouTube? Po, janë në YouTube. A, sa mirë, na kena milë shumë program. Falemderit shumë. Une e din Gjemil sot vlerësoj edhe si njeri, edhe si artist. Artan, po ashtu, falemderit shumë që erdhët sot. E di që për juve nuk është letë mëngjes më ardhë edhe me bo muzik live, po për mu është vlerë e radarit. Falemderit që keni ardhë. Shumë falemderit juve. Une kthena shumë shpejt, kështu veç po i përshëndes djemët edhe vazhdojmë pjesën tjetër me telefonata është.